Realitetit imponuar nga efektivët e policisë Tirana, Ronaldo shoh edhe qarkullim qytetarë është tashmë që cilat vijojnë aktivitetin e tyre të përditshëm. Po qarkullojnë normalisht. Pra do të shohim se si do të veprojnë. Policisë vijojnë të qëndrojnë përpara parlamentit. Vijojnë të qëndrojnë disa kordon të efektive të policisë përpara parlamentit, megjithëse qytetarët janë larguar, efektivët e policisë vijojnë të qëndrojnë të vendosur në gatishmëri përpara parlamentit. Është një kordon i parë këtu dhe një kordon tjetër në pjesën e brendshme të oborrit të parlamentit dhe pritet të mbërrinë, siç ndodh në këto raste, edhe ekspertët e kriminalistikës për të parë dhe për të këshyrur vendin, pasi ka patur, duhet thënë, një përplasje të dhunshme edhe këtu. Qytetarët kanë hedhur gur në drejtim të efektivëve të policisë, ndërsa policia ka hedhur këto bombula me gaz lotësielës në drejtim të qytetarëve, që në shumicën e rasteve ka qenë një shkëmbim mes policisë dhe qytetarëve me këto bombula. Policia u ahidhte qytetarëve, qytetarët i merrnin dhe i hidhnin sërish në drejtim të policisë. Janë këto bombulat me gaz lotësielës që janë hedhur në drejtim të qytetarëve, ndërsa pritet të vinë edhe ekspertët e kriminalistikës për të parë dhe për të këshyrur atë që ka ndodhur. Kemi zotin Berisha në komunikim të drejtë për drejtë, ndjes Ronaldo. Mos nërse policin kundër protestuesve. Ju bëjnë thirrje policëve. Mos u bëni ushtar shërptor të një njeriu që nuk ka ligj as moral. Mos u bëni shërptor të një njeriu që çdo tull të shtëpisë vete ka të vjedhur. Ai s'ka familje. Mos u bëni shërptor të një njeriu që është armik i egër i çdo shqiptari. Sot duhet ndjej krenar për aktin tuaj, duhet të betohemi se me këtë betejë kilometri e fundit do t'jetë, kilometri i fundit do t'jetë fundi i merituar i Edi Rams dhe narko qeveritarëve tjerë. Kërkoj lirimin e menjëhershëm të 25 protestuesve paqësor, të cilët në absolute me të gjithë dokumentacionin nuk kanë kryer asnjë një akt dhe janë marrë aty vetëm si akt urrëtie nga me urdhër të Edi Rams. Ju kërkoj komisariateve t'i lirojnë me njëherë të mos zbatojnë asnjë urdhër që vjen kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën e vendit. Nuk mundet kur një popull me asgjë, ju e pat vetë, ju ishit vetë aty, ju e pat gatishmërinë atyre njerëzve që ishin të gatshëm të jepnin Edi Rams në 30 minuta atë që meritonte. Absolutisht jo gatishmëri do vazhdoj, ne këtë betejë të dashur qytetarë do vazhdojmë, ne kemi një mision dhe vetëm një mision për mbysjen e këtij regjimi kriminal, e këtij narkoregjimi, e këtij armiku të shqiptarëve dhe Shqipërisë. Asgjë s'e shton në këtë. Asgjë s'e shton. Fatin e ti do ketë. Fatin e ti do ketë. Të lumt, bravo. Betejë me diktaturën nuk është një ndeshje futbolli. Jo, mos a merrni kështu. Betejë me diktaturën është një qendresë e vazhdueshme, është një betejë pa ndërprerje, është një betejë e të cilën të pamposhturit opozitar, ata që bëjnë të pamunat të mundshme, do ta fitojnë. Protesta radhës ku do jetë? Do e njoftojnë protestë e radhës dhe variantet e saj.
Po ne nuk kemi tashti, ne jemi në fush betej dhe absolutisht nuk mbalemi gjenerëzimin e tij. Bravo. Ja, edhe më thanë që janë keq trajtuar dhe gazetar dhe I kanë helmu gazetar. Urdhë. Kanë hedhur gaz kundër gazetarëve. E dënoj këtë akt me forcën më të madhe. Gazetarët kanë qenë neutral, kanë qenë duke bërë detyrën e tyre të informimit të qytetarëve, po raportimet e tyre kanë të merruar Ramadurën dhe Surrelin. Ai është i pashpres. Rama është një kufo me pa kallur. Doktor, Dhe do hedhim në lanë siç është. o doktor, një fjalë foli, do ma ngjosh jep të gabaje. Njerë ju përgjafoj shumë se po bëni historin. Absolutisht po bëni historin. Popull vegan, po përmbysnin diktaturën e dytë në Shqipëri. Të lumt. Bravo! Shumë falë. Po ne kemi pa tanket për pa. Se do të ketë protesta tjera në vijim, me sa duket kjo proteste sot me ka përfunduar, ka zgjatur rreth 3 orë, ka nisur me fjalën e nën kryetarit. Kemi sërish zotin Berisha, nuk ka përfunduar fjalën. Për mënyrën se si u sull me urdhër të Edi Rams, sepse ai tani është në një degradim moral dhe psikologjik të papërmbajtur. Por fajet i ka vetë, krimit i ka kryer vetë, përgjegjësi është vetë. Zoti Berisha, të gjitha akuzat që ju keni ngritur ndaj qeverisë, do t'i raportoni gjatë vizitës që ju keni në Strasburg? Që të gjitha atje do të tha, po ja u thëmun që këtu Belinda, Linda dhe Mirlinda do jenë personazhe kryesor që do rrethojnë Edi Ramën në Strasburg. Po sigurisht, si do t'ja them unë atyre? Do t'ja them të gjithë Europës. Se kjo që ndodhë këtu s'ndodhë kundë në botë. Ka vjedhë, edhe tani blokon heqjen e imunitetit. Ai do jetë personazhi më i zi. Le që aty tash të them të rrëfehem, aty me fjalimin famëzi që i ka mbajtur, ai konsiderohet si me qenë djali i Gaddafit. E kam shumë thjesht. Po, jo, mos u çudit. Absolutisht po. Edhe ja thash dhe unë aty dhe e dur trokitën kur ja u thash në asamble këte. Ai foli thashtu si me qenë djali i Gaddafit. Tani ata e kanë të njohur se ç'është ky dhe kësaj herë unë e përshkruaj siç është. Siç është. Miru pafshim. Edhe ju më falë zotë shtetet mira. Edhe betej dhe vetëm betej. Miru pafshim. Miru pafshim.